Ne të gjithë e kemi ditë që kemi një idiot, edhe kemi pasa megalaman nga dy partit që kanë udhëheq Shqipërinë gjoja këto 30 të ca vjetë sa bo që kur ka ra komunizmi, por vlezër e motra, që t'ishin deri në këta shkallë, mijop e idiot e psikopat, sa ja bën varin vetës, po e bën gropën vetës me fjalët e veta, me qëndrimet e veta, këto kur se kisha mendu. Ato kujtojnë se po qese, kanë kujtu ato, se po qese, e karakterizojnë të lloj proteste se gjoja e kanë ngrit, e kanë shty, e kanë zit, e paguajnë agjenturët e huaja se serbe, greke, madje dhe ruse dhe iraniane, do të shpëtojnë ata, por nuk e kuptojnë ato qenë ato idiot, sa mirë që se kuptojnë, që Shqipëria po bëhet gati të hynë Bashkimin Evropian, që Shqipëria është në NATO, edhe kjo ka alarmu agjenturët sekrete, zbulimet sekrete të perëndimit, të Amerikës, vendeve të Evropës, të hetojnë që kam i gjithmonë dorë Rusia dhe Irani këtu në Shqipëri, edhe po hetojnë këtë çështje që do dalin këto idiot, këto maskarej, të pa besueshëm dhe për vetë, ato nga ku kërkojnë atë që quhet përkrahjen, mbrojtjen, po u rëshqet dheun në kom, vlezër e motra, po hetohet Shqipëria nga zbulimet sekrete të shteteve të perëndimit të Evropës dhe Shqipërisë, të vërtetojnë nëse vërtet ka dorë Rusia dhe Irani, edhe Greqia, edhe që është vetë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, në këtë për të destabilizu një vend NATO-s, edhe një vend që po bëhet gati të hynë Bashkimin Evropian, po i dalin ronjet këtyre qeneve, këtyre idiotëve dhe tipit Tauland Balla, vlezër edhe motra. Dini diçka, sikur protesta mbar shqiptare, të shuhet sot, në këtë moment, të përfundoj, të myllet, mos ketë asnjë në rrugë, as me ato parullët e Pelikanit, as me parullët Berishik, Ramhik sigur të myllë që s'do të ndodhi kur, kjo ka arrit një sukses të madh. Për herë të parë, shqiptarët, populli shqiptar, demonstroi para vetës vetë, edhe para botës, se ne jemi ndryshe, se kur vjen thikën palës ne qohemi dhe po qumë, jemi si lumit merë për para, do t'i marim për para këta zvaranik. Por kjo sa po kanis, po në Amerikë mërë deri nonën, që po protestojnë njerëzit para OKB-s e para ambasadeve shqiptare, kush si pas këtyre qene bire qeneve, kush në ngriti neve në Amerikë? Rusia? Në ngriti Greqia? Në ngriti Serbia? Në ngriti Irani? O idiot se po e boni varrin vetë, se kështu është, kur janë dy palet, por dalin edhe tipat në Shqipëri, si ky Karagjozi tjetër, si ka ky Fevziu që dun të losin me të dy anët, si ata badekshi që dalin hidhen sa në partinë tjetër, që këto s'kan, nuk kanë këto udhëheqës, e po dalin nesër tërzohet qeveria. Kur do ta krijojnë këto ato partinë vetë dhe për 2-3 muaj prap OPD-ja, OPS-ja fiton. Or idiot, or psikopat, or ar gazetar. Në vend që të ngrihen çka gazetarësh janë këto, në vend që të ngrihen revoltë dhe përkrahin protestën popullore, përkrahin partit. Në qoftë se Edi Rama, edhe Sali Berisha, janë ata për të cilën jemi ngrit, që të rrezojmë sa është korrupsioni që ata kanë bo, që kanë shit naftën tonë, që shesin bakrin tonë, që shesin detin tonë, që shesin ishujt tonë, që shesin plazhet tona deri në det, ku kush guxon edhe të pret detin, mos heci shqiptari, mos të ketë tila, të presë detin nga këto.
po hikën këta më qenë, po i rëzum në këta, si do dalken këta prap, edhe të hedhe kandidaturën, ajo, Idhi Balluku, edhe ky qeni pederasi që mbrojti Ballukun, edhe Berisha që ka vjedh gjysmën e Shqipërisë. E kush janë mas Berishës? Si do dilken këta? Ne si jemi kundër njerëzve që japin votën socialist, Partisë Socialiste, apo demokratëve, ato që mendojnë që japin votën. Ne jemi kundër atyre që punojnë administrata, 10 veta janë ato, more qene birqeni. 1000 veta po ja japin Tiranën Durrës. 1000 Durrës, 1000 Tiranë administrata, 50-100 kene për rrethe. Këto të administratës, ne jemi për establishmenin kundër të rëzojmë qeverin, pastaj se në qoftë se heqim vëllezër e motra, të dini diçka. Gjatë kësaj kohë që ne kemi pas Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, 2 kulpritës i dhanë hudrave, 2 shanjësve që kanë thithë gjakun shqiptar. Jo çdo lloj simpatizanti Partisë Demokratike dhe jo çdo lloj simpatizanti Partisë Socialiste, vëllezër e motra, është i korruptum. 10-15 familje janë oligarke të lidhë me socialistët, oligarke të lidhë me demokratët që puthen maskene se bëjnë planet e ndarjes o fiqeve në Shqipëri. Ato do të shporin një herë për gjithmonë. Dalin pastaj dhe thonë, si thonë që, po këta s'kan udhëheqje, po të kenë udhëheqje, po dilnin me udhëheqje, protesta, do dilnin këto maskere do thonin, ja, këta dun të morin pushtetin për vete, a që kanë ato? Kur s'kan, që o zotë që s'kan, se janë nga gjithë populli, me flamujt shqiptar, që janë ngrit jo për çështje, bile ato po thonë që do të krijojmë një qeveri teknike, ku të vinë edhe të diasporës, janë shumë të qartë. Lumi e kryon shtratin vetë dhe që vetë rrugën. Por po ta kishin këto një shtab udhëheqës, do dilin këto maskari do thonin, ja, këto e dun për vete. Kur s'kan, ja, këto s'kan, kush do të udhëheq Shqipërinë? Shqipëria do udhëhiqet. Mjaftë zhdukin këto qene për qenesh, del ta ulan balla. Me isën e këti se këto e din këto se po i merë, do t'i djekë zjarë i popullit të klysh kurvësh. Po dile thot, do të vazhdoj, ku do të vazhdoj më deri nonën, në radhë parë vëllezër e motra, këta që vin nga jashtë, nuk përshpunë se janë familja Trumpit, në qoftë se janë perëndimor me gjithmen, në qoftë se vin ka perëndimi, ato janë gënjy, janë mashtru nga këto udhëheqësit që kemi ne, nga këta klysh të kurvës. Janë mashtru që tokën e keni të sigurt, se kanë saju këta, kanë mon një Sami Gjoka, për shembull, edhe i kanë bë planet, se janë të korruptuar të gjithë, janë të poshtër, kanë bë pisliqet, i kanë hudhur të toka, për shembull, të Zvernecit, i kanë manipulu tapit të tokëve dhe i kanë hedhë në emër të Sami Gjoka, se kanë kriju një figurë, një fantazëm figurë atje si pronar, edhe i kanë tregu për fjallavia Kushnerit, për e marim, hej, Kushner, ja ku kemi pronarin e tokëve, pronar privat, e bo shteti këta, edhe bëjo kontratën, edhe ai që vjen nga jashtë vëllezër e motra, nëse vjen me gjithmonë nga jashtë, edhe nëse nuk janë paguar se këtu, t'jeni të sigurt. Dëgjojeni nga Sami Gjoka. Këto nuk janë pronarët nga jashtë. Këto mojnë një përqindje. Mojnë disa miliona $, për shembull Kushneri, edhe që mos dalin kundërshtar as nga Berisha se kanë frikë. Kanë frikë të që i ka Trumpi, që ka familja Trumpit. Kushneri mund mos ketë edhe Ivanka Trump, mund mos kenë asgjë ndoshta të aksione. Pronaret është një klysh nga Omani, nga Arabia Saudite, është një bullgar edhe është një rus. Por po deklaroheshin këta, do dilnin me i herë kundra çdo lloj lakej e çakej shqiptar që s'merr pjesën e vet. Këto në parlament, përderisa nuk dalin kundra, këta kanë marrë pjesën e vet, si Sali Berisha, që të heshtin. Por Kushner edhe Ivanka morin pjesën, morin miliona $, vetëm që të thonë që ne jemi këtu, edhe mund të morin sa aksione. Ato që e bëjnë me gjithmonë, që do të bëjnë, që do morin tokët e tona, janë këta klysht, armiqtë tonë shekullor, janë arabt,
është një rus edhe është një bulgar. Po t'jeni të sigurt që po t'ishte Kushner, fjala vje, familja Kushner, po një evropian tjetër, do tërhiqej me një herë sa po të merë të vesht që këto maskaret dhe delengjit si që kanë mashtru popullin shqiptar, i kanë mashtru dhe ta, se i kanë mashtru dhe ta, se zvinë ato të ndërtojnë $milionë një resort në Shqipëri, fjala vje, shpenzojnë $milionë edhe pse po ja jep të tokën fales, se japin fales këto, kanë morë paret, i kanë fut në xhep, po nuk vjen ai që thot, ora, unë e di që toka është e zgjidhme, unë e di që ky që ka hudh firmën Sami Gjoka e ka zgjidh problemin, s'ka më pretendus kësaj toke. Si do të vi unë të shpenzoj $milionë dhe të jem gjithmonë në kërshnimin se do vinë ato të më hedhin bombat, nuk ka investues që do vinë në Shqipëri tash, e ka përmbush me sukses këtë mision. Kjo protesta, vëllezër e motra, bravo i qoftë këtyre djemve dhe vajzëve. Nuk vjen familja Kushner të ndërtojnë Sazan momentin që kanë pa që këto i kanë mashtru, se këto nuk pasin qenë zëtë tokës, se këto paskin mashtru popullin e vetë, edhe populli nuk të lika, do të më hedhe bombat nese, nuk janë idiotë ata. Këto duhen vetëm të shpëtojnë, të kapërcejnë këtë lagun,